Ndrita Bajrami, e cila ndodhet në vendin e ngjarjes. Përshëndetje Ndrita, kalojmë linjën tek ju. Shenjat e asaj se çfarë ndodhi këtu në fshatin Meliq të komunës së Hanit të Lezit mbrëmjen e së premtes janë ende në vendin e ngjarjes. 17 vjeçër me inicialet LR derisa po kalonte pikërisht në këtë perimetër të rrugës së këtij fshati, u zdu nga muri që sipas banorëve i përket komshiut që jeton jashtë vendit. Megjithatë, ajo çka u shkaktua e zhurma e madhe që u dëgjua, ju shkojnë vesh krejt banorëve të këtij fshati, të cilët dolën për të shikuar se çfarë ndodhi. Të njëjtit pohuan se e dëgjuan të riun teksa kërkoi ndihmë, por që këtë e patën të pamundur që t'ia ofrojnë shkak i peshave të rënda të gurëve të cilët goditën makinën me të cilën ai e ngeste e që ishte i vetëm. Këta bën me dije se njoftuan zjarfikësit e policinë, të cilët erdhën më pas këtu në vendin e ngjarjes, por njësoj si të parët ashtu edhe të dytët e patën të pamundur fillimisht ofrimin e ndihmës për të riun pasi s'patën pajisje të mjaftueshme, adekuate për t'i larguar në fakt gurët nga makina brenda se cilët ndodhej i riu. Ndaj këtu nevojet edhe ndihma e kompanive private të kësaj komune, të cilat erdhën këtu me eskavator për të ndihmuar që i riu të nxirrej. Megjithatë, ashtu siç na u bë ditur në fakt nga banorët e këtushëm, në momentin që ka arritur eskavatori, të cilën edhe po mund ta shihni në pamje, muri është shembur sërish, pra një herë është shembur mbi makinë dhe më pastaj sërish edhe mbi eskavator, por që në fakt shoferi i eskavatorit ka qenë goxha i kujdesshëm, andaj i ka larguar gurët që kanë qenë mbi makinën brenda së cilit ishte 17 vjeçi dhe është arritur që të nxirret i njëjti gjallë dhe fillimisht të dërgohet për ndihmë mjekësore në qendrën e mjekësisë familjare këtu në Han të Lezit, e më pastaj i njëjti është referuar për në QKUK, ku siç na është bërë ditur nga mjeku kujdestar Avdush Bajgora, i njëjti është në gjendje stabile jashtë rrezikut për jetë derisa po trajtohet në klinikën e ortopedisë. Megjithatë, vlen theksohet që për shkak të sigurisë këto mbrëm janë larguar banorët të cilët jetojnë afër, pra janë evakuar pasi është thënë që përbën rrezik për ta. Të njëjtit pohuan se pikërisht ky mur i cili përpaksa nuk ka përfunduar në fatalitet për 17 vjeçin, ka qenë i plasaritur tash një kohë, ndonse bën me dije se kanë kërkuar si nga komshiu ashtu edhe nga komuna reagim, pra pasi kanë kaluar fëmijët, kalojnë edhe vetë çdo ditë, s'është ndërmarr diçka. Këtu pak minuta më parë kemi parë edhe kryetarin e komunës me të cilin kemi biseduar dhe i njëjti na ka bërë me dije se do të shikohen, pra do të shikohen krejt detajet e tjera dhe më pastaj të ndërmerret diçka. Ndonse vlen theksohet që ani se ka kaluar një pjesë e ditës deri në këto momente, as edhe një guri nuk është larguar nga rruga e cila vazhdon të jetë e bllokuar në fakt, dhe pasi janë duke u pritur ekipet e tjera të policisë për ta parë gjendjen e rrugës e për t'i marrë provat e hetimet të cilat ju nevojiten. Vlen theksohet që për shkak të sigurisë së banorëve një patrullë e policisë është duke qëndruar në matan rrugës, duke qëndruar për sigurinë e tyre, derisa e njëjta po vazhdon që të jetë e bllokuar në fakt edhe me shirita. Banorët këtu na bën me dije që faktikisht kjo ju ka shkaktuar paksa shqetësim dhe po ndihen të rrezikuar, andaj presin që të ndërmerret diçka dhe të njëjtit të mos e kenë këtë frikë, po ashtu të mos ndodhin raste sikur ai që ndodhi mbrëmjen e së premtes pikërisht në këtë rrugë. Faleminderit Ndrita për këto të gjitha informacione. Shërbimi i mjekimit shtëpiak